Jeni me Summer Një Kafe me Lavin, tani këto momente unë kam kënaqësinë sepse në studion e Summer Një Kafe me Lavin për këtë vit e para që zbulon është Dafina Zeqiri. Dafi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. E para je. Yes. Summer Një Kafe me Lavin. Yes, edhe ti je pari. është mirë kur jemi të partë. Yes. Okej, unë nuk po e zgjas më tepër këto momente, por dua ta kërkoj për shkak se është punuar diçka për ty. Do ta shikosh për herën e parë. Visari është munduar të kompletoj gjë, por s'po flas më tepër. Po e shohim historien edhe kthehem pas historisë flasim. Këngëtarja shqiptare Dafina Zeqiri u lind me 14 prill të vitit 1989 në Verberg të Suedisë. Pjesën tjetër të fëmirisë e kaloi në qytetin e Malmës në Suedi. Nga që talenti i saj dhe dëshira e madhe për muzikën ishte shumë i madh, ajo kishte shumë për t'i dhënë skenës shqiptare. Pas parasitjeve të para si një këngëtare e re e skenës muzikore, harrimi i dashurisë, një projekt në të cilën u shfaq si 17 vjeçare, nuk kaloi pa u vërejtur. E në fakt në vitin 2007, as nga Polifesti nuk u largua pa marrë çmimin kryesor me këngën Rradhe për mall. Ndërkohë që në vitin 2008 u shpërbly me çmimin e publikut me këngën Adios, po këtë vit lancoi dhe albumin e saj të parë me titullin Knockdown. Kështu duke vazhduar rrugtimin e saj në skenën e muzikës. Në vitin 2009, fama e saj u shtua kur fitoi garën e vallëzimit në mesin e shumë këngëtarëve tjera në Op Labi Party, një video që mori shumë klikime edhe në YouTube. Po në këtë vit vazhdoj me bashkëpunimet të cilat i dhanë edhe më shumë famë, si projekti La Vida Loca dhe Ai Shumë Nalt me Capital T dhe 2x2. Projekte të cilat bën mjaft bujë. Në maj të vitit 2009 fitoi çmimin Best R&B në Top Fest 6 me këngën Dua që ta di. Këngë e cila pati një sukses mjaft të madh, ku më pas Dafi realizoi një remix. Në shtator mori pjesë në Polifest me këngën Amazing Girl dhe fitoi çmimin e publikut për të tretën herë. Gjatë vitit 2009 lancoi 2 videoklipe shumë të suksesshme, Shumë larg dhe Amazing Girl. E pas projekteve të shumta dhe angazhimeve të panomërta, ajo bashkë me reperin 2x2 dhe këngëtaren Tuna lancuan projektin Vibe. Në dhjetor të vitit 2010, filloi një periudhë tjetër ku Dafina sa vente dhe shfaqej me projekte të shumta dhe shumë ndryshe dhe të veçanta, si në bashkëpunim bashkë me reperin Ledri Vula me këngën Po m'pëlqen. Ajo përveç kësaj u tregua dhe shumë e veçantë në zhanrin popullor, me këngën Kur shkove në gurbet, me të cilën fitoi zemrat e shumë fansave të saj. Në muajin dhjetor me njëherë doli një këngë e re nga ajo, Ti më thuaj, dhe pritja për albumin e ri përfundoi, duke dalë në shitje Just Me, albumi i dytë i Dafina Zeqirit i promovuar nga videoklipi i këngës Supernova. Krahas hiteve të 2 viteve të fundit si Amazing Girl, Dua që ta di, Shumë larg, Rock This Love, Dangerous in Love, My Swag e shumë të tjera. Në album kishte shumë këngë të reja, ndërmjet të cilave spikat një bashkëpunim me Ledrin, Tonight. Në vitin 2012, Dafina ishte më e nominuara në Video Fest dhe fiton 3 çmime, Best Performance, Best Styling dhe Best Female. Qatë muajt janar, ajo nxori edhe videoklipin më të ri, Veç Ti. Kjo këngë e sjell Dafinën mjaft ndryshe. Dafina ndërkohë kishte paralemruar se gjatë atij viti do të publikonte albumin e tretë dhe disa videoklipe. Në qatë muajt maj, Dafina lancoi këngën Blöda, me një klip të realizuar nga një produksion suedez. E në muajin korrekt, Dafina lancoi klipin e ri në bashkëpunim me DJ Blonde Real 1 të titulluar Mësënal. Po ashtu dhe një këngë tjetër Veç me të pas ty. Po ashtu, gjatë kësaj kohe ajo solli dhe këngën më të re të saj Hajde Maknej.
E në muajin dhjetor, Dafina solli këngën dhe klipin Time Out, që u prit mjaft mirë edhe nga publiku. Pas kërkesave të shumtë të fansave, Ledri dhe Dafina erdhën me surprizën e tyre në videofesti muzikor, ku performuan këngën e re Got Your Back, e cila u përfal shumë. Po gjatë këtij viti e solli projektin Ndjenjë Tjetër, pastaj solli 2 këngë tjera në bashkëpunim me Gjekon. Në vitin 2015 u publikua kënga Shumë Qef. Në këtë këngë Dafina duket shumë ndryshe, shumë hot, e cila ka marrë mbi 5 milion klikime. Put it down with it. Okej, Daf, kam janis. Put it down with it, put it down, put it down. Kam janis. Kap janis. Spodila, historia ke shumë fenomenal, du mi falendru Visarin shumë edhe juve. Është shumë interesant me pa ndryshimet prej sa pi bjen gati 10 vjetë. Edhe po, diferencën është diferencë shumë e madhe, është interesant me pa sa shpejt ka kalu edhe koha. Ama po më do këtë shumë shpejt ka kalu, s'podi. Shumë tepër shpejt. Nuk ka kalu shpejt. Prit se ka koha hala, vjen edhe gjana tjera, gjana të bukura. Po, kisha dash më dalë të kjo, në për vite. Dafina në për vite. Në më thonë, prej vitit në vit ka pas shumë ndryshime, ka pas shumë gjana që kanë ardhë fuqishëm, por edhe Dafina si Dafin, në më thonë, prej vitit në vit nuk ardhë, me thonë po ardhë tamën, kështu e kam brijat kulmin e karierës, sot ku jemi këtu bashkë. Po, mo, me gjithë ke sanet i mira vinë ka dalë ka ndole. Sendet e shpejta që vinë, shkojnë edhe Binë. Du më ndalë tek kënga e parë. Kënga e Kur e parë shes sot. Kur e shoh sot, isha një qik që ka pas edhe pak frikë se u kanë kënga e parë Shqip, kam pas problem u shprej në Shqip. Edhe më vike mare me dalë para kamerës. Unë isha mësu me dalë në audience, në stage, kështu me performu në këngë live kur isha fëmi, po kur e disha që është vesh një kameraman, edhe 2-3 persona rreth kameramanit, më vike shumë mare, nuk mu isha më shliru, mu kanë që ajo Dafin që isha. Kështu që e kom pas shumë vështirë. Kom pas vështirë më shprej edhe në intervista, edhe në photoshooting, edhe vret, edhe që ju më kanë shumë uncomfortable në fustan me shtikla, me lokne, me... Këto jo më kanë propozimet e motrës edhe mamet, jo, dush më vesh ma si feme, në veshe fustanin, tani kur delësha në skin, s'desha as që alivize me bo, se o to që a mos sport zona, ose mos... Tani mos e diskutojmë edhe të ti në valzim, që jo marrë në alstarka. Edhe na faka që kom pas një par shtikla me veti, po tentojsha me më shef, anash dika, mos me i pati. Se kom pas shumë problem, edhe pse okej, sot është pak më ndryshe, edhe pse prap preferoj me dalë me patika e veç s'podi. Në fillim e shani Dafin shumë Qike urë të shpijis. me frikë, kom pas pak frikë në kardë mare dhe gjithçka u kanë shumë një për mu, sidomos në Kosovë. Dafi, është interesant që në qatë periullë, dhe më tonë periullën e fillimit, kur dole veç edhe mediat janë konë bashkë me ty dhe e ki pas një përkraje shumë të madhe dhe o Dafina, dhe më tonë me njëherë e ka njësë në reagimet shumë të mira, në anën pozitive. Po, pastaj diçka u preshën raportet me media, po më doke. Po, ka njëherë edhe s'po foli tash për këtë media, që tash sa janë bo media në këtë shtetë, janë bo edhe këngëtare edhe tjerë. Po, harrojnë do persona që edhe ti e individ, edhe ti e njëri, edhe ki nevoj për një
jetë private, personal tëndin, për më mujtë me qëndru që ajo që je edhe në skenë, edhe para publikut, edhe në për videoklipe, se kur bohet shumë, po mdoket kam pa edhe publikut, ca artista që janë edhe artista të famshme botnore, dhe nashta edhe naj artist shqiptare që ja fillon me marrë një rrugë ku nuk është e vetvetja. Kështu që unë mendoj që s'kan pas fort respekt ndaj me dhe ndaj principeve të mija, dhe ajo më ka ndiku mu shumë, po për mos me lanë me ndiku dhe me një pik ku unë e dëmtona psiqikisht edhe emocionalisht, vendosa me i largu plot do media që unë mendoj s'kam pas respekt ndaj me, sa kum pas unë respekt ndaj tyre, edhe pse disa prej mediave sikur te për shembull radio televizionin e Stenish, edhe do tjerë që më kanë njoft mu edhe pak ma shumë personalisht, më kanë kuptu edhe vendimet e mija, kështu që kanë marrë një 2 hapa mrapa dhe më kanë lanë mu që, desa kom punune me, do me tha me vetë-vetën, me projektet e mija, se është edhe vështirë më koncentru në projektet e tuja, kur je non-stop vazhdimisht e rrethikume me njerëz që gjuen, a ka naj sen keq, a ka naj sen mirë, ta shpedim edhe na që kur e kini loj fame, se cili njëri ka qef mu gjujtin kra, kështu që ajo ka qenë arsyeja, mendoj unë. Këtu do dashta mund të lidh të kjo pjesa pikërisht e famës. Ku në fakt domethënë periudhën kur ti nuk i qenë ndoshta çaqum e përgatitme, të kanë sulmu se cila prej medjave, duke marrë parasysh, duke të përdor në atë aspektin e jetës tënde private. Po në anën tjetër kur faktikisht ti sot je pjekme, sot përballohesh me gjithçka. Po, është edhe përvoja. Sot e kini ndryshim ku mundesh me dalë ball për ball. Po. Në me thonë, unë jam dafina. Okej, kjo jeta jave. Unë e veç mendoj që njëri duhet me respektu njëri tjetrin për personin që je ti, edhe me kuptu që personi që je live, personalisht, dallon shumë prej personit që je në videoklip edhe në skenë. Edhe pse unë jam 2 personat me gjithë knaqësi, veç ka shumë paragjykime, ka pas shumë paragjykime edhe në jetën tem private, e tjera, dhe ajo kuptohet se kur je ftyr publike, ka shumë thashe theme, sidomos këtu në këtë vendin ku jetojmë na faktikisht, ku nuk jom kanë sakta, po tash unë nuk kom di vetin për detyrë me dalë para publikut ose fansa, me thonë kjo është e vërtet, kjo s'është e vërtet, se edhe ajo është një lodhje shumë e madhe. Është sikur kur je fëmijë dhe do me janë spjegu mamit për çdo pikë, po kur mami ty të njeh prej fëminisë, e din çka është e vërtet, çka s'është e vërtet. Kështu që unë gjithmonë në trunit tem, ku më thonë fansat i mi jam kam përcjell mu prej 2006-2005, tash, kështu që ata i din me çka jom përballu une, kush është Dafina Zeqiri, kështu që qata llojt personave dhe medjave që kam pas qef me më kritiku edhe në jetën private, edhe me kriju storje që faktikisht unë ja kisha jep dorën çatën e gazetarëve për një storje të mrekullueshme, jo të vërtet që i kanë kriju ata rreth meje, ata e kanë di që është e vërtet edhe që është. Kështu që unë veç u koncentrova vazhdimisht me vazhdu projektet e mija, koncertet e mija, dhe i kum lanë që ata persona dhe media më knaq me që ato lajmet e veta. Është interesante për shkak se të kërkojnë. Sot të kërkojnë. Po, thojnë karma është një rreth. Vijnë prap, po vijnë kur është shumë vonë. Kështu që unë mendoj që anglisht thojnë I found my peace of mind, edhe më ka vit shumë vite me gjetë vetë-vetën, se njëri normal edhe kur arrin një famë shumë të madhe mundet me ndo që e humb vetën pak, se si që tash edhe ma heret rrethikohesh me shumë njerëz, ndodhin shumë sene, dikohesh prej njerëzve shumë, prej njerëzve të afërt sidomos që e ki në tavullin tëndin. Kështu që sot jam shumë mirë se ajo Dafin që jam dhe në qatë vendin ku jam, dhe nuk
Unë i përshëndes të gjithë, po nuk kanë qef mu këthy një hap mrapa ose 2 hapa mrapa. Kështu që veç e uroj suksesit gjithve dhe atyre që e kanë bo që ato lajme për mu, ndoshta edhe kanë mësu një mësim për artista tjerë, që nuk është fair kur jep respekt si artiste, duhet me prit me respekt dhe jo me ja keq përdorat miren për diçka tjetër. Kështu që besoj që shpresoj që e kanë mësu detyrën, gabimin e vetë, por unë nuk thena brava. Okej. Dafin, për gjithë atyre viteve që ka i pamë, vite në për vite, gjatë kohën, këndimit, karierës, videoklipeve, albumeve, gjithë bagazhit, koncerteve, gjitha ka. Cilin vit kështë dash me kësy, edhe me thonë, prit, kështë dash me kësy qëtë vit, po mos me bo që ta. Okej, tash kemi rënë shok. Unë e kisha këthy kohën e Polifestit kur kum dalë për herë pare kënu kongën rrallë për madhë. Se mi kanë shti flokët mi një valë. Kur e shoh vetën, thamë, qish mu i me shly qatë qërem. Edhe plus nuk i kom di që është minivalli. Minivalli u kanë shumë e popularizume kënej, edhe nuk i kisha vesh as fustanin, as shtiklat, as flokët e minivall, po i kisha lon vetën shumë ma thjesht si kur në emision të te kur kum vallëzu. Se faktikisht që ajo kanë stili jem që atë ko, dhe që ato i kisha këthy edhe i kisha ndru. Kisha ndru. Po. Vitet po kalojnë aq shpejt, dhe më thonë, sa që një mënyre qel edhe më shel sytë. Ja ki bo vetit një program edhe një regull për më duket, se kalën sezona verës dhe Dafina pa tjetër duhet me konë Amerikë. You good, you. Okej, la, mas jam musafira e parë këto, dhe një fëmi shumë ka herë. Kemi disa projekte që jam të që e kam bashkëpunim me disa producenta në Amerikë, kështu që për me mujtë me zhvillu që ato projekte në mënyrën më të mirën, po më duhet me najtë pak në Kosovë, pak në Amerikë, po unë e gjithmonë punoj shumë me ekipin teme, mëniz, me djemët. Shumë punojna që me majtë mos me najtë mrapa mas një projekt, ose me najtë intervistë rëndësishme, cilat na i kemi gjetë mënyrën edhe me kry sa jam në Amerikë. Kështu që ajo është arsyeja. S'po zboloj pak ma shumë, po prisëm. Jo, s'po qelim. S'po qelim me ato. Amerikën edhe Kosovën, faktikisht dyat. Po. Po, Suedin? Suedin me kam gjithmonë për zemër, edhe pse më duket në intervistë me Visarin, i tregova publikut që tashme Prishtina ndihet si shtëpia e. Ndoshta edhe pse i kam tash edhe banesën tënë, edhe ndina ma ndryshe, edhe kam edhe një rreth këto që nuk kam pas në asnjë vend tjetër, po merr malli shumë për Suedi, edhe pse me tregu drejt mas pak të shkojnë në Suedi me nejtë. Po që ajo është, se ma shpesh edhe në Amerikë edhe në Kosovë? Ma shpesh vetëm në Amerikë edhe në Kosovë, por i kështu mas shumë ti, në Suedi shumë pak. Edhe plus, kur shkojnë në Suedi nuk ri ma shumë se një javë ose dhe ditë, për shkak se atje e kam shumë ashtirë me kry projektet e mija, me mirë mbajt, do me thonë, projektet e mija dhe punët e mija që e kam në Prishtinë, se sa në Amerikë. Kështu që sti edhe pse kur shkojmë në Suedi ndina shumë të qetë, se ri me familjen tam në shtëpi dhe e kam aty vendet ku ju mbrit si fëmijë që shkoj ka një herë. Veç ma shumë është Prishtina dhe New Yorku për momentin. Okej. E përmendje vendet që jerit një mënyre në Suedi. Kur shkon në shtëpi, në banesë, atje kur shkon të mama, edhe hyn në zonë. Çka shef i fëmirisë tonë në atë zonë? Kur gja? Se kret ma ka ndru motra. Motra ma ka bje dhomën tem, se kom pas ma të mirën, edhe tash një dhomë tjetër o bo guest room, kështu që vish ma kanë lënë një piktur të Picasso që e kom pikturu kur kam qenë
Stia kom pas 10 vjet, 12 vjet. Kështu që qatë pikture kam dhomën e fjetjes motrës tem, cila ko një jamja. Po banesa totalisht ka ndryshu kështu në pamje mrena, po banesa se banes, kur dalën balkon, e shoh shkollën tem, ku kom shku se është që aty me njëherë. Kështu që mami se ka pas shumë shtirë me na pa njeve që a jena të mësua, që a jena të bo në shkollë. Veç që aty kom pas gjitha, do me thonë shkollën e kam bashkë për balë banesës edhe që qendrën, se na që aty në qendrë e kina banesën. Dhe sti me trigull drejt lep, kom pas shumë përjetesa gjatë jetës tem, kështu që ma shumë jemi kanë koncentru me nasi qigas edhe nanën e kina pas pa qef. Me kry shkolle, më këthy në shpe, me mirë mbajt banesën, me punu. S'kemi pas edhe shumë vakt për shoshni edhe pse unë si fëmi si më kam fort të interesume, si më kam ma shumë interesume me rujt paret, najse me shku në studio, me mujt minë qëzu, me pagu bilete, me ardhën Kosovë, me ardhën gjirime, najsen, kështu që nuk më kamet najsen fort ka shoshni atje në Suidi. Veç familja, disa persona që i mirit me ta, që ne u kanë qëndru afër gjithmonë dhe normalisht kujtimi e shkollës edhe disa vende ku kemi qenë me familjen temë. Okej. I përmende kthehemi Prishtinës edhe i përmende pakës më parë që ki rrethin edhe djemë cilët rrethojnë i ki shumë dashur edhe i ki shumë të mirë, afër vetes. Po, është interesant për shkak se shpesh herë bëhet pyetja, qa ka dafina krejt moshko i ka shokët? S'ka shoqe brenda. Që tash kthehemi te ajo rallë për mall. Që vjen mashtru publika të vënu që dafina është i mini balla, fustanave dhe shtiklat. Unë jam rrit me shok. Gjithmonë kom pas muhabetet ma mirë me djem. Kom lujt basket, futboll, nuk më ka interesu për shminka. Që atëherë faktikisht në qatë klipin e Polifesit, vrejet edhe në duke që në shprejt ftyrës nuk ju më kam për qatë look, se ju më kam ma shumë për me najtë ma shlirë, ma cool, pa shminka, që më kam asë me përvoj, me në gjitë thoj, që atëherë u kam një raport që i kom gjitë thoj. Kështu që sti gjithmonë kom pas, ju më di ma rahat me shok. Po. Edhe mbetet ashtu, edhe pse i kam ca shoqe, po prap mbetet me djem kaloj ma mirë. Muhabeti ma i mirë? Muhabeti ma i mirë, edhe pse normal edhe djem të pojnë si grati këshia, këtu në Kosovë, nuk po mona me asë një anë në qatë aspekt, po mendoj që jam shumë e fatë që ata shok edhe djem që e kam rreth vetës, jam shumë të mirë dhe ndina shumë mirë me ta dhe... Po vim të kjo e fundit, më thënë të projekti i fundit. I fundit në video që e pam, ku e përmendi edhe visari klikimet, ku dafina u duk më ndryshe, pak ma hot se herave tjera, nëse me performancën, me vallëzimin, me ftyrën, me grimin, nëse me shumë qka. Edhe u komentu, ko gja shumë. Ky fundit, i cili do ta transmetojmë sot na këtu tek emisioni. Po. A ka ngjashmëri diçka me këto para fundit? Tash edhe ju e dini, edhe publika e din që edhe nana em sidomos e din që prej fëminis kom pas qef gjithmonë me bu ndryshime me flok, me ngjyra, me veshje, edhe në shkollë të mesme thoshën çdo javë po vjen me një look tjetër, edhe të veshjeve. Kështu që unë kam qef shumë me eksperimentu, edhe pse jo mundu mu kthy pak ma shumë ka qajo dafin që jo më kanë ma për para. Do me thonë me flok ma të gata, ngjyre ma të qeltë, edhe pse njerëz mendojnë që e kom prej flokt edhe e kom byll flokt, ngjyrosin e flokëve. Këto janë veç do trika që i përdorëm në artistat kur ngjesëm disa perika edhe disa kirifekte për më mujt me rrit flokë tona original që e kena, se s'kisha mujt kur me rrit flokët e mija dhe qëto ku i kam sot. Mos t'i shkam prej ndimës e disa trikave që e kanë do frizera.
Këtë klipin, unë mendoj që kam i rikujtu publikun shumë qatë vaktin e vallëzimit, vaktin e Rock This Club, veç pak ma ndryshën ashtan sepse edhe unë e kom ndryshu kështu si person. Amazing. Po, Është amazing. dafina e qasaj pëllullë, dhe më thonë, qasaj pëllullë. Është veç një dafin shumë maj pjekun, veç stylingu do me thonë mundet me ta përkujtu qatë ko, talin. Kur u realizu, dhe më thonë, klipi i fundit, pse së më thira që atë të rëzjarmi, me ndajtë. Që së më thira i kishe mbledh krejt që më thira. Me të regu drejt, lab, kam qef mu përzi shumë, edhe pse janë daj punën atyre që e gjiron videoklipën anakojnë, unë e prapa pa që e thojnë anashqiptur pa e shti hund me këshyr që a ka, që a dur me ndryq, nuk e la. Kështu që në skript që saj klipit, ju më përzi shumë qëfar pamje ka me pas klipi, Lia ka ndimu shumë, do më thëmë, me gjithë materialet, me pregadit. Kemi bashkëpunu me Max Production, si zakonisht në klipet e fundit edhe si shumë qef, jemi gjithmonë e bashkëpunim në pamjet klipit, në skript, që ka me vesh, që ka me pas më rapa e tjere tjere. Pse s'më thire? Djemë të pata aty. Shtu që e dhash se cilës hajdi kine me dal, ata kënë shumë emocione, veç i thash djemë, shyre thash dhe du në kom pas emocion kërë kom dal para kamerës për e shpar, thash, po ja fillojmë në trigova dhe këtynet Maxit, thash, mos në gjironi njëherë, po bëjnë në pak hajgare purim, që thash haroni që janë kamera, tu këtheve dhe ja bësh okej, janë ishtë me gjiru, pa i dit jemët, edhe ja fillun ata me gjiru edhe t'jem t'kan arru totalisht në plot aspekte që është kamera aty. Jemi knaq shumë dhe është një klip që ka me dojë shumë interesant dhe menzis po pres tash me një kritikat e shokve t'jemve. Si gjithmonë nuk kanë kritika ose ade me marrë vetë që shu duk Dafina, që ka vesh Dafina. E tash paka shumë për bjenë si një test të djemve, me ditë qysh është me përjetu një farë momenti në videoklip, edhe kritikat, komplimentet që kanë mu jepë mas qasar. E di që kryesisht ka me pas komplimentet të mira për ta. Edhe se prap e di, u duft me të tirë. Pa nguca pak, se ja. A dim se ma mi që sem, se s'të kishin në shumë televizionet tjera, se o labi aty. Ka gjeluzi edhe që aty. Ja. Okej, Daf, unë këtë pjesë të intervistës, kom e zhvillu bashkë me ty, ku unë ti përmenda dhe më thonë vitet. Prej një vitit një vit tjetër që ka ndryshu dhe që u pjek të Dafina. Ta është përdu prej videoklipeve që i ki pas para prakesh dhe më thonë, prej videoklipit par edhe deri tek i fundit. Cili ka qenë maj mundimshmi për ty? Për mu ka qenë Supernova, sepse qatë ko kom përjetu shumë dosane që kisha pas dëshira as një femë, as kërkush me përjetu aq rënd dhe jo mi shumë e vetmume dhe o duft me ngajt shumë mas punëve që jonë dëmtu, do me thonë, për shkak disa personave, kështu që për mu ka qenë një period shumë e vështirë, po edhe më do këto vrejt që o ka një period ku one s'kam qenë maj dopt, se në qatë period mas që ka përfundu Supernova. Po kom pas do bashkëpunëtor në Suidi edhe që më njofin mu shumë ka herë, që më kanë bështet shumë dhe se o mundu me mbajt vetëm për veti, do me thonë. Mos me dit as familja, as kërkosh, po mec, rrugës për para. Veç që ajo ka qenë edhe klipi edhe periuda ma e vështira për mu, se ka qenë edhe
pa gjumësia ma e madhe që kom pas në herë në jetën tem, ku kur kush besoj ke, kur s'kisha flejt një 36 orë, po shkojsha qashtu në gjirime tani kur jom këthy në Kosovë prej gjirimit videospotit në Suidi dhe në trunin teme kom pas veç qysh me punu, qysh me kry punët e mija që ishen lanë shumë mbrapa. Veç edhe qajo përjetes më ka mësu shumë dhe më ka bo qajo që jam sot. Kështu që jam shumë e lumtur që kom te kalu qatë periode edhe pse ka qenë bengi një periode shumë e vështirë për mu. Okej. Prej videoklipeve djeni më sot, dhe më thonë që ki realizu komplet, cili më ndonë që është ma i përkrymi? Ma i përkrymi? Wow. Ma i përkrymi... Normale, unë mendoj që videoklipet e fundit janë klipet që janë përkryme dhe në qatë nivel që kom pas dishurën e për shkak se në fillim edhe më kartë shumë mare dhe keq me thonë që kjo s'm ka pëlqy ose kjo ose o ndërry dikush jo mira është ose më kartë keq me këthy klipe me thonë du me bo qatë ndryshim. Kështu që në menoj që videoklipet që janë mbaru prej që janë një vjetë muj me thonë, një vjetë e gjys, janë videoklipet që unë mendoj janë të përkryme 100% ashtu që shkom pas dëshira dhe unë. Prej krejt videoklipeve, cilin videoklip ka qenë Dafina 100% Dafina vetvetja? 100% Dafina vetvetja është Time Out. Time Out është favoriti jam. Edhe mesazhi i këngës, edhe performanca i këngës, stili i këngës. Çdo sen ma kujton, do më thënë qatë Dafin që ju më kanë për e kom pas 13 vjetë, 14 vjetë. Kështu që ajo është all-time favorite që gjithmonë ka me qenë favorite jem. Prej vendeve të shumta në përbot që kjo tu, cili përjetimi ma i keq cilin vende ke pas? Ma të keq ti? Ma të keq. Se për të mira e dim krejt. Tash me trigu drejt është në Prishtinë. Prishtinë kom pas edhe përjetimet ma të mirat, po edhe ma të këqijat. Se u kanë edhe ajo periuda, si që përmane ma heret në studi, kom lind edhe jom rrit. Po, unë mendoj që një fazë shumë të madhe tjetës tem, unë këtu jom rrit, në Prishtinë kur ka marrë, se i kom pas veç 16 vjetë. Kështu që Prishtina është që ajo shkollimi jem edhe përjetesa jem e seneve ma të këqijat edhe ma të mirat. Prishtinën në me lënë. Prishtinën në me lënë. Okej. Prej vendeve dhe më thonë të shumta në përbot që kishe tit. Nuk i lënë vend dhe më thonë që nuk ke shku. Prej kuna ki marrë diçka që e kjetë vetvetja sot. Për cilit vend, për cilit shtet? Për cilit shtet? Tash, une nuk mbledhi sende kur uftoj, po e bëj ka një tatu. Kështu që kam qenë në Australi, kom bu një tatu të veçant aty, kom bu një tatu të veçant në Amerikë, ose 2, 3. Ma shumë kom blidh kujtime në trup, se sa që e kom marrë me veti. Flok, extensions kom marrë me veti prej vendeve, veç edhe kujtime. Okej. Kujtimet e bukra gjithmonë mbesin kujtes, dhe është gjë shumë e rëndësishme kur e ke në trupin tënd, fakt kujtimin më të madh dhe më të mire. Davi, unë kisha dashur që këto momente mund dalë tek videoklipi i fundit. Edhe unë e di që më njerë pas ti videoklipi ka me pasu diçka tjetër. Ka me pasu kënga tjetër dhe videoklipi tjetër. Tek videoklipi i fundit, edhe pse pritëm Dafinën diçka ma ndryshe, pse vetë i pate fajet, ndërsa postove në për Instagram, si Kleopatra, pse në vendë dhe nga prishim, videoklipi dhe tjetë Dafina Kleopatra. Dyl Dafina, e kësaj Dafinën e viteve para praket që ka qenë. Ky mas këtina, asu ka të bëj me Kleopatra në ajsaj? Ko ma shumë komplimente
dashushnive edhe në Amerikë, edhe në Suidi, edhe në Kosovë, që wow, sa shumë po përngjan me Kleopatrën, fotografi, dhe thash, oh, nice, okay, faleminderit. Tani kom pa disa fotografia që i kanë montu fansat, dhe thëshën edhe djemt, wow, sa shumë për përngjan kësona në qëtë fotografi, qëtë, thash, okej, përqes. Tani pa që pak o keq kuptu qaj që përmene ma heret për videoklip, po klipin e tret për këtë vit, se klipi i para shumë qef, të më thonë klipi i tret për këtë vit, ka me pas këtë dukje me flokët shkurta, të më thonë me flokët e mija, krejt mija 100%. Ka me pas këtë dukje, grimi ka me pas pak ma ndryshe prej grimeve tjera që e kom pas. Normalisht se çdo videoklip që e qesëm dhe photoshooting, po Kleopatra ajo është ndoshta veç që kanë mendu që e përngjaj pak për shkak frizurës edhe grimit. S'ka diçka. Okej, kaq. Kisha dashur që këto momente ta shikojmë edhe ta dëgjojmë videoklipin e fundit. Edhe me njëra pas videoklipit kthehemi edhe tek pjesa e fundit e bisedës. Kemi dëgju edhe kemi shiku kështu videoklipin. Ulimi edhe njëre. Faleminderit shumë. Kënga është shumë ritmike, kënga është shumë e bukur, e di që ka me pas një sukses këtë sezon vetes. Si zakonisht, jemi shumë me ty si zakonisht. Lavin, unë e di që të projektet tuja ti punon edhe për kushtu është kohë shumë edhe rinë më orë tëra në studio edhe gjithmonë kërkon diçka prej vetvetes. Po, një gjë që du me të regu dhe me thonë edhe për shikuesit. Se unë e di. Është interesant se Dafina i teket me bo diçka dhe e ba. Po, thonë që dashat janë kokë fort, edhe pse une gjithmonë jom ka në këthyshme, kër në pëlla me naj motëra naj sen, po kur bjem puna naj ide në gjysë natës me në gjiros flokta me i pre, veç i thiri kacin i qaj prej gjumit edhe abaj nesër po vi, qka o bo, pe abaj veç bëni gati pa isjet, edhe nuk i pys të me thonë kërkan, as nuk i tregoj kërkojna, veç kur i shon naj foto në Instagram, na ka dhe thonë, qa ki bo? Kështu që edhe ndaj videoklipeve ose naj veshës a naj sen, kur të më teke diçka, ose në kong, ose në muzik, kam qef me i zhvillu më njëherë në qato momente, sepse unë mendoj që ma vonë nuk e ka atë tripin e njëjtë. Nuk është njëjtë si kur në qato momente kur e ki mendu qatë sen. Kështu që kur të më teke diçka, e kry ose... Nuk e bëj heq. Nuk e bëj heq. Okej, unë ka marrë dhe komente, sidomos tek komente tek këngët. Komente tek këngët, për shembull, kemi qenë në diskutim me sipër edhe të thonë që Dafina e bën një këngë. Ju ka tek Dafina se ka botën e vetë dhe tripin e vetë. Po qysh i dheza ajo këngë, qysh bëhet hit ajo këngë, edhe pse Dafina ka bo, okej, pe bëj vish për veti. Po du me bo që të këngë vish për veti. S'pe bëj për publikun, po pe niju në qëtu, edhe unë du me bo. Po prap që ajo këngë ka me dëpërtu të publiku edhe ka mu dash të publiku. A është një sen që është shumë vështirë me spjegu si një artiste, se kur thojnë e kime të leme, unë e qatarë të ritma. Shumë e kum kuptu që ajo është një sen që veç unë e muj me kuptu edhe që më vjen prej shpirtit, do me thonë, kur e punoj projektit e mija. Shumë qef për shamull, u kanë dimën. Po. Edhe kum hy në studio të Redbox Entertainment, të Big Bangi, të Arbri, për krejt totalisht një pun tjetër, dhe e ndëgjova që ishtë të pënu me dishka në kompjuter, edhe i veta thash qa është qaj muzik, tha, kur gjo, tha, une, këto jam që një orë gjys dy, veç jam të punu një muzik, thash, a është e naj kujna muzika, tha, jo, okej, thash, a ban me pengu pak, tha, po, ban, thash, është mikrofoni lëshut, edhe thash, Arbri, din qysh në teket, më vinë idejat se në qatë sekundë, në qatë moment që ndi diçka që
që e thona na në Prishtinë me slang e filliti, me njerë him rana dhe freestyle i rati, boj diçka dhe këshiri qa del edhe hina edhe do me thonë që ashtu ka dal totalisht kanga shumë qef. Që ajo pjesa put it down with it, ajo së ndru heq, ajo moj që ashtu që kum knu në studio. Dhe ashtu ka ndodhë me Hajde Ma Knej, me Blëda, me se cilën projekt që i kom po, veç ti, është diçka e pa spjegueshme, është një ndjenjë që e marrë për shembull Astriti kur rin gitar, veç ja nisi me knu, krejtë në varet ka çfarë atmosfere krijohet rreth meje dhe në çfarë tripa jam unë. Okej. Po du me luam muzikën pak, po du me jo kësy kësana pjesës tjetër ku në fakt periudhën e fundit Dafina kur ma me orar nuk u konë se kone periudhën e fundit. Me orar ka flejt, me orar është qu, me orar ka shku në fitness, me orar është shku në studio. është komplet qëshja ke po sistemin vetës. S'ki qare lap se kur s'ka qef me shku në për spitali me marrë infuziona, me marrë bana, me metën në shpe keq, ose në për koncerte dhe ju ka ndodhë shumë sepse prioriteti i parë për mu gjithmonë ka qenë fansat, publika, skena, edhe gjithmonë e lojsha vetën mrapa. Dhe më ka ndalë mami edhe më ka thonë pa u konë Dafina mirë, s'munet me vazhdu as karriera, s'ku gjatë tjetër, kështu që ja kom bo vetës që një vjetë muj me thonë, një vjetë dy, me urar qona heret, me urar e ha me nxesen edhe ushime që duhet pa qare më hangër për me majt një shëndetin në top dhe qajo është arsyeja. Okej, kur jemi të ka jo në top edhe shëndetin me mbajt të vetvetja, kur i konë herën e fundit e mjeku? Dje. Dje, pse? Pse kom pas një alergji shok kur jom kanë koncert në Dors, po faktikisht qatë gjë nuk kanë mujt me vrejt fansat publiku se jom dalë me syza dhe e kom majt mikrofonin shumë afër ftyrës, po aty ka qenë edhe një fak tjetër që jo nartë policia ka ndërprej koncertin, edhe pse unë dësha me vazhdu, se kur e pash publikin që kënë shumë e disponim, mërë keq tani, se publika të haron çdo sen që ndodhë, definitivisht çdo sen, po në qëtë aspekt ke shumë me fat që erdhë policia me ndërprej koncertin, sepse në që ato momente që jom këthy në backstage edhe më kanë hypë mund kërë, unë e veç isha ron alergji shok, nuk e disha prej qkafit, jom kanë emergjens, jom kanë në gjenje shumë të keqe. Dhe prej që jom këthy do me thonë prej Durrësit, kom pas kohët e mjeku dhe kom marrë vesh që kam nivelin alergjisë kisha shumë të lartë. Dhe Mirjam, që tash Mirjam, tash i dim prej shkafit jam alergjike, që me pas kujdes, se gjithmonë kime mendu që immune system që thojnë e ki low, ose ki mana e grip, po faktikisht 6-4 vite vënë komec me disa alergjia pa i dit heq. O shumë interesant se Dafina qatë që mi donë kafsht, e ki papagallat pi aty vetë. Tash nuk muj me majt kafshë në shpe. Qatë që mi ka i donë kafshta që e ka marrë vesh që... Kjo kanë mërzia ma e madhe për mu. Se ka alergji do në donë prej kafshë, o shumë interesant. Edhe pse djemt ju ngëzu, se i dëshën që ka do që shkojnë ashtu diçka interesante, dhe thëmë please të marrëm të shona në shpe. E tash nuk mujna me majt kafshë në shpe tonë e ma. Okej, kur ki ongër fli për herë të punë, para save? Fli? Fli, po, pite, po. Pite kom hangër për herë të fundit para 3 dite. 3 dite, unë i s'pas ka shumë, se më mendova që tash që ja ki qitë vetit oraret, kështu që edhe në anën tjetër me brumë na kemi pas, ka me pas kujdesin edhe ushqimi. E kom pas dhurat, se kam qenë shtrim smut në shpe. Po. Kështu që nuk mujsha me thonë jo. Jo, e kështu se për qef se kësha e bo vetë. Kështu më ka e pak energji, se u kanë me spanaq. Kështu që... Okej, Daf, unë nuk mujme t'i bo
nuk muj mundua prej teje, pa t'i po edhe disa pyetje të fundit, pa ndodhin këto moment, do sender. Mikrofonin e ka lënë, po më duket po ndëgjohet edhe në anën tjetër pjesë studio që snikit. Daf, nuk muj mundua prej teje, pa t'i bo edhe këto pyetje se është shumë interesante. Është shumë interesant ku personalisht mu nuk ka ditë që nuk më shkrujnë një sta message që më thojnë, please, o shpresa jone fundit, Dafina, ku me dek për Dafinën. Ki do fonse që jonë smuta vla mas teje, nuk e di pse, qka ju bën atë në Qka ju bën atë në Unë mendoj që si që jam edhe me fat për këtë talentin që ma ku dhuru, do me thonë zoti edhe mami, që i kam edhe këta fansa që i du tepër. Është një dashuri sikur dashurin që e ki ndaj nanes ose një personit shumë të afërt që donë shumë që s'munesh me spjegu me fjalë. Ata më kam bështet tepër, si shtash edhe më herët më kam përcjell shumë gjatë karrierës dhe për mu kanë po më vjen edhe pak rënd me thonë fansa se më duket si pjesë e jajme, ndërkohë si pjesë e rrethit e familjes, sepse ata po bojnë për mu qysh une e di vetë që bojnë për njerëz që une i du shumë. Kështu që më vjen tepër mirë, jam shumë e fat, i përshëndes edhe fansat tepër. Shumë i falenderoj për gjithçka që keni bërë për mu deri me tani, për kuptimin, për gjithçka. Unë veç kam qenë, e kom jap vetëm fansave të mija lam. Dhe mendoj që ajo është dhurata më e mira që muj me adhuru atyre, sikur ata që i dhurojnë respektin edhe mbështetjen edhe dashurinë që i kanë ndaj meje. Mu më ka ndodhur edhe kemi pas rastin, domethënë që me qenë në aeroport Gjermanisë, nëse nuk gabaj, edhe një moment se hajde po shkojmë pekqyrim a bo hapja, edhe plap edhe shojmë se ka edhe tri shumë, edhe thojmë, jo, hajde po shkojmë marim diçka për me ongën, ja, se hallo s'ko ka qela, ja, se në ditë që kemi qenë shkalla këtu në gjitë të në Albiq, kër i kena pa port, të qaj, të me thonë për Dafinën, nuk mu isha me besu edhe në aeroport që ndodhë që ajo të qajt për Dafinën. Kështu që është e bukur ajo kër i ke njerëz që dojnë edhe të respektojnë edhe të adhurojnë. Po, edhe një gjatë tjetër. Unë e di se ti e le drejeni miq shumë të mirë sot. Unë e di se ti e le drejeni, do me thonë, shoqni e pastër. Po çka më ju bo aty me fansave që nuk dojnë me kuptu, veç dojnë juve dyve me ju pa bashkë? Ajo është shumë vështirë, unë nuk mendoj që është një sen që mund me te i kalu fansat për shkakt bashkëpunimeve që i kina pas me Ledrin edhe për shkakt lidhjes që i kemi pas. Si fansa e qifteve tjera që janë të preferume të tyre, ajo është një sen shumë normale. Edhe pse unë e Ledri besim shok, e dojmë njani tjetrin shumë si shok, mbështesëm njani tjetrin gjithmonë, dhe çdoherë që takomi jemi që ajo Dafina dhe Ledri që kemi qenë, do me thonë, prej fillimit karrierës, se faktikisht prej fillimit karrierës kemi qenë shumë miq të mirë. Po, unë e kom tentu me a spjegu fansave që okej, bo tash, mos ma përbeni ma Ledrin në Instagram, në komente Ledri. Se pëse e thashtë edhe unë këto? Qërë gjdo minutë, gjdo sekund të unë e vinë. Gjdo minutë, gjdo sekund. Këtu ti ki mundu këtë sen. Qatë fotografi me ngrej unë në ka mundu labi, du me tregu fansav, këtë këj ka fajen. Unë nuk me kum ditë, unë më kanë shumë e pafajshme. Se ku mundu unë, ta këna ngrej unë, ta këna qitë fotografin, po pëse këta me ka, po më ndoj... Ajo është andë, unë mendoj që është andë për disa fansa, se i dojnë Ledrin shumë. E dojnë Dafinën shumë dhe dojnë me pa bashkë. Po kjo është pa mundshme, që ata ka të regojmë që kështu që dujni Dafinën, dy persona që dojnë njani tjetrin shumë, s'mujnë më kanë bashkë, janë shumë a mirë bashkëpunime. Kështu që këta janë të mirë bashkëpunime, këta janë shokë shumë mirë. Jemi shumë të lumtur në që ato pozita që jemi sot, dhe mendoj që ajo është kryesorja me kuptu edhe fansat që jemi shumë të lumtur edhe shumë mirë. Daf,
Sezona po vjen për ty. Po. Është kogja e ngarkume. A i ki mush baterijat? Që tash po, kërë ko marrë hapat alergjisë, tash jam shumë gati. Shumë gati. Kreti ekipa në pregadita shumë mirë, ekipin e kom pregadit bile, ka njerë më këshirë mos si non, ka njerë dhe kërko falja dhe këtë, nëse e di që ja tesh i ka pak, po e kam për të mirën tyre, se unë prej Amerikës, se kimi ondin këtu me vete, po duna ka njerë më këshirë. Anash, prej Amerikës do me thonë e kom pregadit jem të shumë mirë e kom forcerat, edhe këta jom pregadit vetë, edhe këta kam përvoj tash edhe vetë, kështu që jemi shumë gati për se cilën koncert. Niva që djemë ti kështë që në ring, box, para përgatitje për sezona, është e vërtet? Se cilën. Okej, Daf, që ka kemi thonë krejt atyre të cilë kanë qenë bashkë me Samani Kafe Mlabin? Mas parim jam shumë i që jam musafire e parë, ju falenderoj juve shumë për ftesën edhe për ambientin që edhe po më përshtat ka me grem edhe me pamje, me duke. Du me të falenderu shumë labë, se gjithmonë kur kemi intervista, do me thonë dina shumë e shlirë dhe mujna mi folë për disa tema që nuk e kanë ditë kur as publika, as ndoshta naj person që e kam përreth, se si jam edhe person që qelna shumë me se cilë njëri. E di që më kom për para, edhe që jo kom probleme maj madhe e jamja, edhe e di që edhe ti ma gin greve është ma Dafin, se Ma Dafin se s'ba me triku që s'ka. Më të shpit ka mu taku me dikon edhe mja qelë zërë, bërë. Ka dalë. Po du me të falenderu shumë ty, stafin që janë këto, televizionin, të gjitha ata që po na shikojnë për momentin dhe shpresoj që secili edhe kanë me kalu një Ramazan që ka me jep shumë fuqi për Bajram, se për Bajram une kam ju adhuru një parti shumë të madhe të gjithve. Ju uroj fat, shëndet, lumturi, dashni të gjithve, se tash mundina se nana janë, se pa shëndet si jemi kërka, s'ka kur Ko gjo. parti për Bajram? Për Bajram hala se ti do të me pyt plumin. Okej. Okej, pra pelojmë se kërë sekret Bajram partin e Dafinës ku të tjetë Dafina në qëllën pjetë. Edhe unë po të lejë gjithat mira suksese, pas një sezon suksesshme që ki pas gjitho sezon njën e mas tjetërës, shpesoj dhe uroj që edhe kjo sezon të shkon mirë, ta kesh shëndetin s'pare e pas taj gjitha tjerat. Shumë faleminderit. Në fund sezonës më ndoshta shihemi përsëri, po nuk do të thotë që nuk kena me qenë me ty edhe gjatë sezonës. Ona i koncert na i mërami e me bashkë, po edhe në anën tjetër po maki që Visari, Metja apo Meritoni kanë me qenë një mbrëmje tëndën ku keni munis para përgatitjet prej Prishtinës deri sa shkoni në koncert deri sa e kryeni koncertin për më sjell shikuesve të Samani Kafe Mlabin ndonjën e prej javë. It's okay? Po të pëlqen? 3 persona që kanë marrë në përgjirime në për koncerte apo? Jo, qëre, ti di që këtë djemi ki se 3 ti qaj. Që 3 janë. 3 ti qaj, a pëtën 3? A me shon 3? 3, po. Sa ma shumë ashtë ma mirë, unë Edhe nuk i ti di. soj ki atje në grupë? Une kam, Një, na 2, 3, jemi një 7 veta 8 tash. Se tash grupi u zhvillu. Jemi ma shumë se vitin e kaluar. 7. Po. Ej, Dafina bërë me 7 shkurta beqt, qëra, e gjeta. E gjeta, bërë me 7 shkurta beqt që kon, edhe këta 3 t'jep e 11. Po veç që faktikisht djemë të vjerë shumë të maj, shumë të katë janë. 11 boni komplet edhe me ty, kështu që s'ka lidhe krejt komplet. E di që djemë t'jon bashallah 2 metra me pa. Da faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ty, Lam. Shikoj se radio televizionit nisën e ishim bashkë në një intervistë, ndoshta pak më ndryshe, më relaksuese se herave tjera, bashkë me Dafina Zeqirin, ju ndaq thereni Dafina e më pashme, apo Dafina e sotit, Dafina është Dafina dhe ka me mbet gjithmonë Dafin. Është mirë ta edhe në fillim të intervistës, me kënd të partë. Kështu që të partë jemi s'kemi qka bojë. Put it down with it, put it down with it. Okej, faleminderit Valës dhe Telekomit Kosovës që jam bashkë në trip me Labin dhe Saman një kafe me Labin. Qëndroni me ne, marketing, pas marketingut, me qka kthehemi, dy më mbetet vishë që një bashkë me ne.